Do të thonë një gjë, ky rezultat nuk është as i shkurtit 2025, as i dhjetorit 2026, as i shtatorit 2010. Ky është rezultat i ri. Qershorit 2026, në lidhje dhe nuk krahasohet për një arsye, që ato që u përmenden më herët, sepse gjitha subjektet politike masivisht kanë humbur numër të votuesve brenda. Nuk ka lidhje, nuk krahasohet me dhjetor, as me shkurt, as me kurrë. Pra, kemi të bëjmë me një mesazh të ri që elektorati i Kosovës i ka dhënë këtij vendi, i ka dhënë subjekteve politike dhe si i tillë, ky ka më mbajt mend për këtë punë. E dyta, këto palëzira kanë më mbajt mend edhe për një gjatë tjetër, që ka qenë dalja më e ulët në historinë pothuajse të organizimit të zgjedhjeve që nga pavarësia, po flas nga viti 2008. E tutje që shënon pra ndërshkimin më të madh që ky trup elektoral ja ka bërë pa përgjegjësisë së partive politike. Për mu, këtu mbyllën dy çështje të rëndësishme që lidhen me situatën që ka prodhu sot skena votuesi në raport me skenën politike. Tashti, këta mund me dalë me festu kushtrim edhe me tupana, edhe me gishta, edhe me çka dush mund me bo. Por më lidh pak me burimin, me thonë që ky është rezultat spektakolar, me 52% në 43%. Duke marrë parasysh që nuk jemi në një kohë ku ka diasporë. Dhjetor, qëre, rezultatet do të me matë në shkurtin e vitit. Mund të shpjegoj. Mos të ndërhyjmë tani se kjo është më shumë tashti. Nëse të flasim për lider normal që e lidhen me demokracinë, me zhvillimin, me rezultatin, nuk dalim në festu. Dalim në marrë përgjegjësi. Me thonë që këte kemi marrë si mesazh nga qytetarët, do të punojmë që qysh nesër mi mbledh subjekte politike, mi kriju institucione vendit, e shihni tash kur del në orën 3. Festën se ka ndaluar. Jo, që tash ka zënë, nuk është fest, tash kjo është protest, kushtrim. Pra me është protest, Albinet, e shihni se çka deklaron tash, se çu shmirët me opozitën në deklarata. Çka më duhet me thonë me këto që porosia që duhet spektri politik i Kosovës me dhon tanë në tërësi sot është që e kanë pranuar mesazhin e publikut dhe nga nesër do të jem përgjegjës që pas 3 muajsh mos me shu pra vendin e zgjedhjeve, të japin vendin. Domethënë që kjo është për mua ajo që ka sot elektorat. Përndryshe kjo